Përshëndetje miq, ju kërkojmë ndjesë se patëm një problem teknik dhe urojmë që tashmë të ketë tejkaluar dhe nisim nga emisioni. Nga ambientet e restorant Dashi këtu në Lezhë, që tashmë është kthyer edhe studia jonë, ju themi mirëmbrëma miq të udhëtimit tonë. Sonte kemi një mysafir që çdo hap të jetës së tij ka mbjellë punë për kushtim dhe dashuri për tokën. Një njeri që e njeh nga afër aromën e dheut, vështirësitë e shkollës, idealin e profesionit dhe sfidat e kohëve të ndryshme. E ky është zoti Hil Gjoka, agronom i njohur dhe drejtues bujqësie në Lezhë, i cili është prej atyre njerëzve që nuk ndalet kurrë. Ka jetuar e punuar në sistemin e vjetër, ka përballuar ndryshimet e tranzicionit dhe për gati një dekadë ka përjetuar Amerikën, vendin ku dhe është bërë qytetar amerikan, pa harruar kurrë rënjët në tokën shqiptare. Sot ai jeton mes dy botëve, Shqipërisë dhe Amerikës, por zemra e tij rre njësoj për të dyja. Le ta nisim këtë emision udhëtim përmes kujtimeve, përvojës dhe reflektimeve të një jete plot punë për kushtim dhe dashuri për jetën. Mirë se erdhët zoti Hil Gjoka. Atëherë pa humbur kohë, po fillojmë nga pyetjet. Ne kemi ndarë natyrisht Hil në disa, po themi ne kapituj, dhe fillojmë më njëherë. Si është jetosh sot mes dy botëve, Shqipërisë dhe Amerikës? Në Shqipëri kam pas fatin të punoj mbi 4 dekada, kurse në Amerikë 1 dekadë. Pra raporti është kuptohet që është në favor të... Natyrisht i do të anosh nga vendlinja, nga Shqipëria. Po nuk ka qenë fort e lehtë, unë atje në Amerikë kam shkuar në moshën 64 vjeç, deri në 64 kam punuar në Shqipëri, dhe përshtatja nuk ka qenë e lehtë, megjithatë njeriu kur vendos këmbgul gjithçka realizon. Pra sipas jush nuk ka gjë që nuk arrihet. Pavarësisht moshës dhe vendit. Po t'ju kërkoja që ju të përshkruanit veten sot në këto momente me një fjalë ose një fjali. Kush është Hil Gjoka sot? Hil Gjoka është një burr sot, po djalë i lindur në Zadrim, në bashkën e Zadrims, ku fëmijëria ime nuk ka qenë e vështirë. Kemi qenë një shtëpi e madhe, 65 veta, ekonomia ka qenë e mirë. Në atë kohë, flas gjithmonë për periudhën, kemi pasur shtëpi të madhe 2 kafshë formë uje, ku kati i parë ka qenë i mbushur me bakteri dhe kati i dytë ka qenë me dhomë grash, dhomë burrësh, edhe 11 kunor të sistemume, se s'ka pas dhomë atëherë, ndame marka të Zadrims. Po ekonomikisht kemi qenë jo keq. Dhe ne kemi pas si shtëpi atëherë, pra me mbështet ekonominë, mbi 120 hektar tokë të blenë me Napoleonarit nga veziri i Shkodrës. Pa llogaritme të bakti tjera që kanë qenë më shumicë gjitha llojeve, dhe në periudhën kur desh të formoi kooperativat bujqësore, ne kemi qenë në të para shtëpia që jemi përgjigjsh për të kolektivizuar dhe për të hyrë në kooperativë. Për krah të reformën aso kohë të quajtur agrare më pas krijimin e kooperativave. Patëm një shans tjetër, se kryetari i familjes ka qenë gjyshi jam, shtëpia e madhe Lësh Simbolit me në 5-6 shtëpi të mëdha të Zadrims, kuptohet Lezhë, Shkodër. Po që aqja pa të vazhdo gati 4 vjet për të dalë prift. Vazhdoi shkollën e Troshanit dhe shkollën e fretëve në Shkodër. Po nuk doli prift. Ishte, do thënë, vitin 51 deri 53-shin, duke qenë që ishte shumë aktiv, u punësua në Komitetin Ekzekutiv të Lezhës, dhe kjo ishte ajo që i dha shkas që ne të ishim gati për me hyrje në ekonominë kooperative. Dhe fëmijëria ime ka qenë e mirë, por me marrimin e 7 vjeçarës në Blinisht, patë vështirësi sepse nuk na kriju mundësia për të vazhduar gjimnazin, shkollën e mesme. Sepse unë ma vonë, kur filloi demokracia, më dha mundësia me pa karakteristikën time, me lexu, dhe ishte shkruajt atje që fshatari i mesëm, agja ky për që thashun, gjandarm me zogun, po agja ka me gjithë vëllezërit e tjerë dhe partizan, po këtë kishte harruar me shkruaj ai burri atje, edhe nuk më qunë në shkollë. Le t'ja lëm Harresës, por mbase mund të ketë qanë edhe... Ja, s'po të hyja. Pa e lëm Harresës, qeshe që ka kaluar të shpër. Pra një fëmini jo keqe, por që arrita të realizoj edhe marrimin e gjimnazit dhe të fakultetit Institutit Lartë Bujqësor në sajt mishve.
jo të kërështë të biografisë, dhe këtu, me thonë drejtë, unë ja dedikoj gjithë shka Gjëstin Prek, kjo që ishte njësë për prift, kjo ishte ministrë jashtëm i shtëpisë madhe, në përmjet E bukur kja, e paksuat ministrë jashtëm. Pasi a i kryte të gjitha marrëdhëniet me... Bile, ala, kër jam rrit, kam nejtë të mënu se kër unë ndani isha fëmi, si kanë rrit me jetu këto njerëz gjithë të bashkë, duke pas situatën e sotme. 11 kunor me sa, 11 kunor. 11 kunor është... Dhe në sajtë Agjës, do thonë në rrita me mishteti, me Zendel Kosovën, unë të vjetë të strehon të shpinë e ti me vazhdu gjimnazin këtu, është baba i Bardhyl Kosovës. Një respekt dhe mirë njohje edhe për familjen Kosovë. Dhe për shkodën e Universitetin Bujësor, Instituti lartë e kam kë në përmjet miku ti, Pjetër Pali, ishe kryetari korporativës në atë kohë, po Miki Aqës, edhe këte jo nga rrethi, po kisha motën në Tiranë dhe vazhdova nga Fakultetin e Agronomisë. Pra unë, me këtë rast, kam mendoj që t'jap një homash për të tre këta persona, për agjen tim, për Zendil Kosovën dhe për Pjetër Pali. Duke mbështetur nga ato çfarë ju lançuat, unë do t'ju pyes drejt për drejt, si lindi dashuria për bujqësinë, për të shkolluar agronom, apo ishte një, si të thuash, vetëm për të vazhduar në shkollë për të mos mbetur pa shkollë? Sepse ato scenet, po themi ne biografike, të Xhaxhait si gjandar zogu, por pa harruar se Xhaxhai ka qenë dhe partizan, ishin duazuar, po themi? Të shkon me këtë rast, para për shkute bujqësia, unë desha, do thonë, shumë shkurt, të bëj një homash për shokët e mi të klasës, që një pjesë të tyre nuk jetojnë, si që është Gjovalin Marko, Gjoklesi, Mark Gjoni, të tre oficera, Nikolin Lorenci, Gavrosh Mloja, Gjovalin Goga, Gjallosh Toma, të cilët fatkesisht nuk jetojnë madhë, do të bëj një homash me këta rast që më jepet mundësia, si shokët e gjimnazit, sepse jeta e gjimnazit ruhet në kujtesë më shumë se jeta e fakultetit. Si jeta studentore. Është një respekt. Kurse për atë që thatë ju për dashurinë, me thënë dede nuk kam pas në dashuri për bujqësinë, po duke i shërë që u marrova Institutin e lartë bujqësore. Punova afro 5 vjetë në arsim në shkollet e mese bujqësore Zajmen, Gjadër dhe Blinisht, dhe gjithë vitet tjera, po ja kushtova bujqësisë, si drejtues specialist bujqësie nga ekonominë bujqësore Blinisht dhe Ishulesh, njëkohësisht në kohën e demokracisë, si drejtues i bujqësisë dhe shefi e ekstensionit, më thonë, dashe pa dashe, të lindë dashuria dhe është fështirë të shmanga kjo impresion që ndizhon nga gjatjes për bim, për tokën, ashtu që theti o aromën, edhe për bujqësinë dhe për njerëz. Për audiencën që në ndjekë, agronomët kanë punuar edhe si mësues në shkollat bujqësore. Pra është një, do të thoja unë, një kënaqësi dhe privilegj që dijet dhe shkencën bujqësore ta trashëgoni edhe tek nxënësit dhe gjeneratave të ndryshme, gjë të cilën ju, zoti Hill, e keni kryer. Dhe ajo tjetër që desha të them, unë po ndihem krejt mirë, sepse më ka shluar që në këto puntata të kem edhe disa kolegë mi agronom dhe Hill Gjoka është jo vetëm drejtues i suksesshëm në Lezhë, por dhe një agronom i suksesshëm dhe po aq një mësues i suksesshëm. Të shumë do të them diçka me këtë që vitin më vështirë që kam pasur kalimi nga arsimi dhe bujqësi, ka qenë viti 76, kur unë jepsha mësim në shkollën bujqësore të Gjadrit, shkollë natë, jepsha mësim në shkollën e Blinishit sa po ishte hap viti i parë, njëkohësisht kisha detyrën e përgjegjës sektorit që Komiteti i Partisë Mgale nga arsimi në bujqësi. Pra kam një vetën jashtëzakonisht vështirë. Pra ju duhet të punoni edhe ditën edhe natën. Kështu që me orare të zgjatë. Një kohë që unë kisha me banim Gjadër, visha në Blinisht, pra e shushe shumë vështirë, po kjo që u tha përpara që dashuria për tokën, më thënë, gradualisht hen edhe nuk mund dalish më. Spona asaj kur ngjilesh me qizmë në luc, është vështirë me më shput kullaj nga kjo. Shkenca bujqësore është e bukur sepse këtë bësh. Kurse në ekonomitë bujqësore që thatë ju për këtë, për shembull kur kalova krye specialist në Blinisht, do të thënë kam bënë 2-3 gjëra të mira me kolegët, me shokët. Ngrita një bazë eksperimentale
në Blenisht, duke qenë se ishin ekonomitë jo të mira të rrethit, sepse vështirësohet shumë kjo zona kodrinore malore, teraja në fish troshan. Dhe ngrit një bazë eksperimentale ku rridhëm institucionet shkencore, që kishte edhe ngritëm sa eksperimente që në për 700 lek. Sepse profili tokës në ato zona është jo aq produktiv. Improduktive, kur bashkë studimi agropedologjik, do të thonë ndeshje me horizonte shumë të ngushta. Po dhe dyta që u mëllova të realizoj që të aplikoj përdorimin e plerave kimike, në zbatim teknologjie të reja shkencore për kulturët bujqësore. Bile në Blenisht kemi arrit që të kemi një blok për 80 hektarësh për të marrë 100 kintal për hektar misur në zonën poshtë, fushore, që zona produktive, që kishte tregus lartë pjelloria. Një tregus shumë i lartë ky. Po, tregus shumë i 100 kintal për hektar. Këte kishin apliku disa ekonomi, po jo gjithat në rrethin e lesh. Për të vazhduar në pjesën e punës që keni kryer në sistemin e kaluar, si ishte të punonit si agronom në një ekonomi ku gjithçka ishte e planifikuar deri në detaj? Ju e thatë, e cekët pak sepse arrit të bëri disa gjëra shkencore dhe arrit të bindit se duhet vepruar kështu, por e ka patur një farsoj ngurtësimi, do të thoja unë, se zëri specialistit ndihej, por ndihej me vonesë. Që ka qenë periudha vetë, ndoshta në njënë u takote përveç anëve teknike shkencore të mbrëshëm me punë rutinë, që këto ndoshta na pengoshim për të zbatu, po ishte vetë periudha që duhesh zbatu kjo rregullsi. Çfarë kujtoni nga jeta në kooperativë sa i përket marrëdhënieve me, po themin e kolegët, mvarësit, por dhe me punëtorët e kooperativës? Të thonë, dhe një marrëdhënia, më flasë gjithmonë në sektorin e bujqësisë, të gjitha llojet e specialiteteve, si agronom, si veteriner, si zooteknik, si ekonomista, do thonë kishim një marrëdhënie jashtëzakonshme. Një marrëdhënie dhe koordinim efikas. Ka krejt shumë i mirë, pavarësisht nga problemet tjera që kishte në atë kohë. Dhe më po them një rezultat tjetër që ku erdha kërgonom jo se ishte merita emja, në Ishullesh, ne kemi arrit të marrim 60 kintal për hektar oriz në 100 hektar dhe u bon në shkollet e para të Republikës për prodhimin e orizit. U bon edhe si shkollë treguese. Po, shkollë ju e demonstruat të parë gjithë tjerët, po. Sepse ishin tokat produktive, zotën manatiq se këto, po ishin në punëtor për shqipun. Një pjesë e cilëve janë edhe poshtë nivelli detit dhe uji ka qenë ka pas pjesa popullojës është në nivelin e detit, kishim shumë vështirësi edhe për të arrit për t'i kap strukturën për mbjelljet e kulturave bujqësore. Veçanërisht për mjesa, se ajo nuk mbjellesh tokë orizore. Po, më thanë për atë periudhën që ishte, jo dedikoj edhe jo vetëm punësime, po edhe kolegëve të me specialist, kena pas specialist shumë të mirë në Lesh, që kena marrë shembull në tyne, po që punoshin edhe në stacion bujqësor, në atë kohë kanë, se s'ka pas drejtori bujqësie në atë kohë kriju në sistemi mrapa, kena specialist mirë, si që Zef Gjogu, Gjek Vata, Kolkola, shumë specialistë tjerë që ne kemi marrë përvojën në tyne, që të aplikojmë, ne që ishim direkt në prodhim, në basë. Një pyetje, sepse me sa informacion kam unë dhe nga përjetimi, në përgjithësi këtu në Lesh, a ka qenë një farsoj disniveli midis vlerësimit të specialistëve vendas me ata që po themi ne jo të huaj, por që vinin nga rrethet të tjera? Këtë drejton të marrë vetëm një shembull, unë punova 10 vjetë në kooperativën bujqësore në Blenisht se isha i vendit, kam pas në ekonominë më vështira, jo shaka në vështira vetë, po duke qenë vendalim, më vështirësohet shumë, qenë specialist, pavarësisht nga angazhimi im ditë natën me problemet e bujqësisë, dhe kur erdha në Ishullesh, duke qenë jo vendalim, po jo banxhi, kam një vetën shumë më të lirshëm dhe shumë më të vlerësuar se sa atje. Edhe raporti specialistë që vishin nga Tirana, nga rrethet tjera, ishin më dominues se sa specialistë ishin të zgjemë. Përveç raporteve njerëzore, duhet evidentojmë edhe një fakt zoti Hill se Ishulli pjesa është pjesë fushore dhe toka dhe këto ka qenë më mirë se sa pjesa, po themi ne. Horizonti i tokës këtu nuk has në kur. Gjithë kjo zona, fillon nga ura Amatit, deri në kufimin e Nshadin që da toka e Lezhës, gjithë pjesa mbi kanaluet lartën të dy zonat, kanë qenë toka improduktive. Aty u mbillte vetëm dohan, në Ilule Dielli, pak Grun,
kurse pjesa toka tjetër ka qenë tokë shumë prodhuese, shumë produktive. Pra si që është kooperativa tipi i lartë ish e Bregut Macë, si ishte Baldereni edhe Dajqin. Ju i përkisni një gjenerate të hershme, por dhe të mëvonshme dhe të tanishme, që keni kaluar ose keni përjetuar edhe periudhën e kalimit të sistemeve, nga sistemi socializëm, që në fakt në propagandë u tha komunizëm, por nuk u arrit kurrë, në demokraci që u thanë demokraci dhe po ka probleme tranzicion të zgjatur. Në lidhje me këto, do t'ju pyesë si e përjetua ndryshimin e pas viteve 90, kur çdo gjë do të thoja unë u përmbys, pas që u prishën shumë fabrika, shumë uzina, shumë gjithçka u përmbys, mbase unë e kam etiketuar gabim, por unë e kam quajtur përmbys. Jo, këtë drejt për këtë. Unë nuk u erdha kur fillon proces demokratike, më gjeti kryetari i kooperativës, rreth 3 vjet në Shulesh, dhe më mend një ish kryetari para se tikte në Elis Afgani, para se tikte në Izrael, që i mlodhi Izraeli gjithë. Edhe më thot kryetari i komitetit e tillë, thot çiki e këtu thot do gjejmë shtëpi për 2 muaj e kanë Lesh. Më thot ky mo pse pa merr shtëpi në Lesh. Ka filluar era pranimit, thot merr shtëpi në Shulesh. Pra ishte elementi i parë shenjesi. Elementi i dytë, mos ju dhe natë dyshin, më mshushin monist, ponist. Pa shenë asërë në parti, pa, sa e vështu, nuk mshushin vetëm mu. Dhe kjo periudhë më një më shëbeshë 2-3 vjetë në ja pa punë dhe dola në tërk. Po falë edhe kolegëve të mi, pavarësisht bjenive politike, u angazhova prapë në punë si specialist, sepse nuk ishte e qartë bjenja se si duhet kjo ndryshimi i sistemit. Pavarësisht se ne kishim lexuar në gjuni radia jashtë rregullave e gjanëve, po ishte shumë e vështirë për ta kapërcyer këtë situatë mes dy sistemeve, socialistit me kapitalizmin. Ju e cekët pak, por unë do t'ju pyes drejt për drejt. A ishte lehtë për një agronom të përshtatej me sistemin që po vinte, ndërkohë që kemi parasysh një agronom që ka kryer shumë punë para viteve 90, ka kryer punën shkencore, ka kryer punën, do të thënë drejtuese, ka kryer, është marrë dhe me gjëra të vogla të ekonomisë. Jo, me të thonë drejtën, ne më shumë kemi ne specialistë të lartë duhet të heshtun se sa me fol. Sepse për me fol do të jesh i sigurt. Dhe kur nuk je i sigurt, nuk mund të flasësh. Për shembull ne pam që për u shkatru gjithçka për 45 vjet që ishte ekonomia e sistemit, u shkatru. Mu veçanërisht nuk ma maraku për fabrikat e për këta, mu maraku për u pren pem, u pren ulli, bloqe me ulli, u shkatru në komplekset të stallave, u pa marë fabrikët e prodhimit petrokimike, veçanërisht e u prishën sera, pra dhe më thënë për mu ka kënë një bilanc negativ ose një punë shkatruesi që u bonat me fillimin procesve. Edhe dyta, kisha me thënë për ligjin për tokën, 7501, për mu nuk ka kënë zgjidhje normale, do të ishte gjithë një zgjidhje tjetër, më e mirë, ka kënë njësë një ide që për 4-5 vjetë toka të rritën në përdorim, dërsa të saksoqen si përfaqet, pasër shkote toka, pasuria shkote të zotin. Në lidhje me 7501 ka shumë aludime, por në djenit e mia dhe për të shkaruar ata që në ndjekin, ajo është ligj i miratuar nga parlamenti i dal pas zgjedhjeve 31 marsit të vitit 1999. Nuk tham për këtë si anë për tjarë, se për shika faj. Jo, do të them diçka. Dhe është ligj i miratuar me mazhorancë të pastër socialiste, por me dakordsi 100% të opozitës atëhershme. Pra është një ligj i përbashkët. Dhe pavarësisht mangësive në kundërshtim nga ajo çfarë thatë ju, unë do të thoja që për momentin ndoshta ishte zgjidhja më e mirë, por shteti hoqidor nga përgjegjësitë e veta. Pra ta menaxhonte më mirë shteti. Ndoshta deri në moment, unë ne për shembull specialistë kur tham për vetë edhe kolegët e mi të tjerë, nuk e ishim me gjyku se si duhet. Kur pam mbrapa që ne bëm trajnim jashtë shtetit, kur pam se vishin projekte të ndryshme, për shembull kam bashkëpunuar me një projekt italian, kryesisht për bletën, për bletarinë, për vreshtat, dhe arritën në konkluzionin sepse nuk mund dalësh në treg një fermer me aq tokë për me dalë në treg për me bën me lut rolin për bujqësinë në shkallë vend. Pra duhen bë bashkime. S'ban bashkime. Jo kooperativa siç i kemi pas emër të keqe tingëllon. Pra duhesh
Një sipërfaqe e madhe, po dolën treg kështu është. Bashkime kooperativ quhet ajo, bashkime sipërmarrëse. Kështu ka përdorur edhe bota për këtë. Por që ma vonë përse unë pata dhe fatin të punoj në drejtorinë e bujqësisë Lezhë për rreth 11 vjet, drejtorinë rajonale, ku 9 vjet punova shef e ekstensionit për Sharkun dhe 2 vite isha drejtues i bujqësisë, me të cilën më thanë ruaj. Në fakt unë kam idenë që më mirë keni qenë 9 vjet të shefi ekstensionit se sa 2 vjet drejtues. Jo, nuk do të thosh. Profesionalisht mendoj. Absolute. Shitë shumë arrita në shkallë Sharku me bashkëpunu me specialistë më të mirë që kishte Mërdita, Kurbini edhe Lezhë. Po gjithë brezi drejtohet të bujqësinë për këto rrethe. Dhe arrita me formu domosdoshmëri informacioni ku kishim gjithçka të saktë për të fermerët e rrethit. Pra një database do të themi ne dhëna është të saktë. Edhe ishte një bashkëpunim mes Qendrës informacionit, mes rrethit edhe Sharkut edhe Ministrisë së Bujqësisë. Pra ishin një koordinim, nuk e di si mund të jetë sot se nuk e kam, po shoh që është largu shumë puna në bashkëpunim me fermerët, me Ministrinë e Bujqësisë, me Sharkun, pra nuk e shoh shumë koordinim. Është putur zinxhirin në disa hallka, thuati. Kështu që po, unë nuk mund të rri pa përmendur disa organon vjetër të Mërditës, s'po përmendem atë shi, po edhe të Lezhës, edhe se i thash do të Lezhës, po edhe të Kurbinit që kemë bërë një punë kolosale për këtë periudhën gjatë kohës që punova unë shef ekstensionit, sepse kishim dorë projekte për mbjelljen e pemëve fërtore, për rullim dhe për vreshtë. Edhe u subvencionoshin nga donacionet të ndryshme të shtetit. Qoftë për plektorin, qoftë për lopën, qoftë për bletët, serat e vreshtat e... Pa, ishte një punë kretë e mirë. Kurse do të përmend diçka të vogël që se e theti në atë pitësorin që do të rujnë 2004 isha drejtor i bujqësisë dhe më erdhi një projekt i Pinodit që ka një projekt një armë një lopë. I shënimi shëvërisë ishte me mbledh armë. Dobëllimi i armëve. Dhe më thotë ky ishte zotën Geku i Minjor Palnika, që nuk jeton më, bëj homash për ta. Thotë drejtori, thotë kam kënë me dhe më kanë thënë kështu ku më e çu këtë projektin. Thash me çu në Bashër. Ai është katundi më lodhë sepse ishte fshati jam i lindjes. Pra aty ishte mundësia jame për me bëni kontribut. Dhe ishte me mua që drejtori i madh i projektit Feyzo Bega, ku kohët po shpërndashin lopë konform rregullave, që janë 2 muaj me lopë rase që prodhoshin 25 deri në 40 kg. Para dorësoshin një automatik dhe merrshin një lopë. Jo, ishin dorëzuar pa letë përpara. Ishin dorëzuar. Po në këmbim të dorëzimit një arme. Dhe më pyet mua ky Feyzo Bega thotë, nga jetë hil, nga këtu, u çon kam dhe më dha dorën. Pra kur t'jepen një mundësi, për i katon ishte. Mesazhi që përsoll është kredi qartë. Pra, domethënë që edhe në atë kohë u bën kishte një farë stimulimi, por vëzhgim qëllimi me mbledh armët, po kishte një kontribut. Shpresoj dhe uroj ta kenë ditur këtë kontribut për vendlinjen. Në cilësinë e specialistit, zoti Hilm, çfarë mendoni për bujqësinë shqiptare sot? A është ajo në trendin e duhur ose në shinat e duhura? Me aq sa konceptoni ju? E thaj edhe pak më përpara. Unë thash diçka, po unë fal edhe me shis me profesor Gjuvelin. Më dha mundësia të bëj disa trajnime në Itali, në Greqi, për bujqësinë biologjike, për hidroponin, për teknologjinë e prodhimit të vereve të 2 llojeve, e disa të tjera. Dhe unë flas për këtë periudhë, zoti Martin, unë nuk kam një njohje të madhe, por shoh, nuk e di sa vërtet është, më korrigjojnë tjerë që ndëgjojnë këtë, një shkputje mes drejtorisë bujqësisë, nuk e di si është organizuar rajonale me Shkodrën me këto, shkputje nga fermeri. Veçarisht unë do thonë aludoj sepse jena kena disa fermer me sipërfaqe të mëdha. Kemi Luiç Frangën në Zejmen, ka mbi 4 hektar tokë vreshta. Kemi në Prekën në Fushkuqë mbi 1.3. Është një spaj jaja me 16 hektar vreshta në zonën e Kurbinit. Është një pavim Rozhani në Zadrim, që ka afër 3 hektar vreshta për rrush tovolini, edhe nuje për tovolini ka. Pra nuk shoh, për shembull që unë komunikoj pra parlamente, unë shkoj të vreshtë të tëne, se jam i lirë, kam edhe makinë temën, por që nuk ka siguri për treg. Në fund, gjithë bilanci tonë vjetore Shqipën është të regu sa ke shpenzu, sa ke fitu. Dhe keqja, për shumë në rasin e rrushit për tavolinë, keqja është sepse ai nuk bën as për drejtim tjetër. Historia shqiptare, konform projekteve,
do gjetë tregu. Por nëse tregu është privat, po do të ketë një farë rregullësie për mbështetjen e A fermerëve. mendoni që në një farë mënyrë edhe konsumatori nuk është i azhurnuar aq sa duhet me forcën, po themi në thonjza, të specialistëve dhe me domosdoshmërinë e ndihmës së tyre? Unë mendoj që po. Do thonë që ekziston edhe kjo mundësi, po nuk flas me përgjegjësi tash për këtë periudhë, son kam mbi 12 vjet që jam shkput nga Lezhë dhe kur vje si mysafir, po prap angazhohem. Shkoj e shoh. Nuk të lënë merakull, pasioni, dëshira. Angazhohem me këtë punë. Tani sipas jush, rinia e sotme, ose si e keni konceptin ju për rininë e sotme, a ndjeni që rinia e sotme e ka humbur raportin e lidhjeve me tokën dhe me prodhumet bujqësore dhe me punën e ndershme, dhe cili do të ishte mesazhi juaj për rininë e sotme në lidhje me zhvillimin bujqësor? Jo, unë do thonë, do ke nevojë që gjithë mbi 60% e fuqisë aftë është jashtë, punon jashtë. Mirë, po unë kam dëgjuar nga qeveria që bëhet thirrje për rikthim të refugjatëve, dhe unë e shoh të kjo të kolonaria që është hapur në Lezhë. Në Lezhë ka marrë zhvillim të madh. Ka jepet mundësia, qoftë për turizmin, qoftë për agroturizmin, pra edhe afrimi, unë mendoj që rinis, unë i bëj thirrje që të afrohen në Shqipëri, po duke gjetë një mbështetje që mos humbë ata që ka fituar ndaj, po të mund të shtoj sa më shumë në Shqipëri, se i bëhet mirë edhe vendit, i bëhet mirë familjes tëne, edhe vetë personave që afrohen aty. Tani do të kalojmë në një pjesë tjetër të jetës tuaj. Emigrimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ju ka qenë, besoj, një faqe e re. Çfarë ju shtyu që të merrit rrugën e Amerikës? A ishte një ëndër e juja apo një nevojë? Në thonë drejtën, emigrimi nuk ishte as ëndër, as nevojë. Në thonë drejtën, nuk ishte, por nuk di se kush. Unë kam dëgjuar një herë një Barsalet ka hershme që te lumi i Bunës, ishte të umyt njani e tje dhe njëri si për shtendje ke dhe bjene e shpetonat që ishte të umyt. E shkojnë e merë intervjist gazetari i thotë këte që i shpetoj atë, kush qatë shtyni për me e pështu këte? Nuk e gjitha kush më ka shtyni, thosë. Atë po kërkoj. Pra, dhe më thonë, mosha jeme që kam aktualisht, dhe mosha që kam shku në Amerikë, dhe më thonë, dhe thash për para, nuk është fort e lehtë. Nuk është fort e lehtë, por që është ndryshme nga Europa. Unë kam zirë këtë konkluzion për këto vite, 12 vjeç që jam në Amerikë, që në Amerikë ka punë, pushim, në Europë ka punë, pushim. Disbalans. Pra, bo me të thonë ty që qa punë shkam bëhun atje, dhe më thonë nuk më bjetë mend... Do t'ju pyes drejt për drejt... Nuk më bjetë mend për kollarën... Do t'ju pyes drejt për drejt dhe për interes të atyre që në ndjekin, do t'ju kërkoj që të rfeshi pa rezerva. Si ishin për ju vitet e para atje puna, njerëzit, përshtatja me një kulturë krejt tjetër? Duke filluar nga komunikimi. Nuk e di që am shtiu me shku, po për një 6 muaj, jam kënë dilemë atë rri, apo të këthajmë. Vjetë e kem gullë gjithë shka banë, unë pata dhe shansë, kur kem gullë gjithë shka banë, unë kam la pjata një 3 vjetë, dhe një vite tjera, kam qenë shumë më barket madhë, kam marrë të korozës që ldeshin kësumert, e të ishtë mua atje. Mje po kjo, edhe kem gullë e diçka tjetër, ne kemi borë rusisht në gjimnazën fakultet. Unë kam shku 5 vjetë. Brezi juaj. Kam shku 5 vjetë, 2 ditë një javë, 6 deri 9 për më mësu anglisht. Dhe arrita që 2021 të bëm citizenship, ose qytetar amerikan, me anglishtin. E ndoshtë që më ndoshtë e komunikoj ma mirë se Zhën Gasperi. Miku joni, me qenë se dolëm tek, kjo është një shaka, sepse Zhën Gasperi shok dhe miku joni. Të që, shok jene. Dashaminjere kam patur do të ftuar në emision. Si u ndjet kur morët pasaportën amerikane? A ishte moment krenarie, mburrje, apo një mall edhe për vendlinjen? Shiko, kur je në Amerikë, do të thonë, është nostalgjia dhe malli janë të pashputun, por pata një fatë që
E i mësuesi që vetëm u anglisht, a di që kam shumë marrë për shaportën, më ka ardhur me mu, e më shoqënej atje, më bani fotografi, e gjitha me makinën e tij, pra mora testin, edhe mora dhe pasaportën, jam një kënaqur për arsye se leri ata ana financiare, po arritash për kaq vjet me këm ngulje të bëhem me qytetar amerikan. E para, e dyta, unë arritash me këtë dokument, unë të bëj garanci dhe për fëmijët për të qenë në Amerikë, nëse duan me shku. Po a ke krijuar dhe atë mundësi? Edhe mundësia që është për kalamaj. Kjo është një arritje shumë e madhe. Nga këto 10-12 vite të qëndrimit në Amerikë, çfarë ndryshimi ndjeni midis atij vendit bekuar, do të thoja unë, dhe vendit tonë Shqipëri, që unë nuk po them ndonjë fjalë të keqe, por nuk po ka stabilitet, jemi në tranzicion ndoshta më të zgjatur se çdo vend homologi joni, nuk e di sepse. Si ndjeheni ju tani në jetën midis? Ja, këtë drejtë. Unë me thonë drejtën, kam qenë në Amerikë disa vjet. Kam bërë para 2 vjeç rrugë në Abu Dhabi edhe në Dubai, kam ndonjë 5 ditë. Bëmi vizitë në Paris, me ti me shohë që kuptoj se në të shi e din Zoti sa të lën jetën, dhe veçanërisht ka bërë përshtypje shenja në Dubai. I ka dhënë Zoti Shqipërisë kanë mundësitë se nuk mund ta ketë shtet tjetër në botë siç e ka Shqipëria. Ujt, fushën, kodërmal. Dhe të mënu që për 10-15 vjetë që është investu, pavarësisht të ta kanarin e zi kanë naftën, është bërë Dubai, më thonë, në shumë drejtime ja kalon në Amerikës, me infrastrukturë, me gataqela, e me gjithë shka tjetër. Po të mënu me vete 35 vjetë Shqipëri demokratike, Shqipëria do ishte balule me këto resursi që i ka dhënë Zoti. Kupto që është investu dhe ka ecuri në Shqipëri. Por ndryshime ka. Po, ku dion, më thonë, është për mu faktori parë është politika. Unë nga kjo... Në fakt, ne në këtë emision nuk kemi përvuar të bëjmë politikë. Jo, zë me hi politikë. Duhet thënë vetëm që personave që kanë kaluar pensionës, që puna jeme, të tërhishin, shkojnë e të bajnë jetën e vetë private, e t'ja lanë boshë sëre që të drejtojnë këtë vend, edhe mos bëhen pengesë për intereset të në personalin. Në ta në kratë. Sepse çdo punë ka një kohë, ka një cikël, ka një kur. Pra, e kena bëhë dhe në kimi, kur kena bëhë. Po cikli krepsit. Cikli krepsit. Janë rrëth 30 formula. Duhet shumë kohë për ta shpjeguar. Pra, kur plotësot këtë cikl. Zoti Hil, ky emision, mënyra se si është ndërtuar dhe formati i tillë, është që personazhi tërfej udhëtimin e tij. Unë jam i bindur që ju jo se harruat, por duhet më thush diçka ose të bëjmë dije se Hila gjatë jetës ka patur një fatkeqësi, ka humbur bashortën. Si u ndjet në momentin kur ju humbët bashortën, dhe ndoshta të kërkoj ndjesë se ta rikujtova, por ju e keni patur dhe në mendje se bashkarisht përpara se të vim në emision e kemi diskutuar, dhe mesazhi unë i kam marrë mesazhet prej teje në bashkëbisedim, ajo ndjes pas dhe po shoh në pas që themi ne diçka rreth atij momenti, si e përjetuat dhe si e ka përcyer. Ndjes edhe një herë nëse fenomene që ndodhin, edhe nga ta libra që kemi lexuar thotë ajo çiftja si kur vdes njani, as i gjysma gëshanës që i mungon pjesa tjetër. Do thonë njeriu përjeton keq veçanërisht kur kalon në moshën mbi 60 vjeç, do thonë nëse do ti thush diku një fjalë të keqe, thotë dek gruaja ose burri. Ta nemesh i themi. Pra, veçanërisht të moshën, do thonë ka nevojë njeriu që të ketë një shoqë, sepse brezi tjetër që brezi qashtë tash ai që do vi kanë ndryshuar shumë gjëra. Unë kam përjetuar shumë keq veçanërisht për 6 vjet, pastaj më kryu, kjo ishte një arsye që më dha mundësia për me ikën në Amerikë, që ta lehtësoj sot do pak. Mos fëmijët i kisha të dy të martum, ndërtu se cili jetën e vet, kanë jetën e vet secili. Pra kishin marrë udhën e jetës. Po, kishin marrë udhën e jetës, më thonë në punë me të martuara, me mirëqenie, me gjitha, pra ishin jetojnë këtë mirë, unë jetojnë lesh, ata djem tu janë, po kanë krijuar emrin e tij, e tyre. Ata pasha ditë që thonë që këto bosët jetojnë në periferi. Ne hallëgjit rrim qytet.
Gradualisht ne po afrohemi. Pjesa tjetër e misionit është koha e sotme. Hill Gjoka bën jetë shumë aktive, edhe pse është në pension. Pra, edhe pse pensionisti ju mbetini shumë aktiv në jetën e përditshme, si e kaloni ditën tuaj në mes Amerikës dhe Shqipërisë? Dhe kur jeni në Amerikë, sa mendoni për Shqipërinë dhe anasjelltas? Dhe thonë drejtën dhe unë thash, 4 me 1 raporti, dhe thonë 4 dekada këtu, 1 dekada aty, duke shenë i linun i rritun këtu, duke punu 4 dekada nuk është fort e lehtë edhe të mohohet, se unë kam pas mundësi me ndaj në Amerikë, me pas një buxhet më të madh, po kur kam ardhur herën e parë 2016, mas 3 vjeç që kam shkuar në Amerikë, kur jam zbrit në Rinës, më kam thonë nuk ka vend si Shqipëria. Vendinja jote. Po aktiviteti im është që veçanërisht e përdullë, që unë jam i lirë, kam marrë në 2022 këtu, unë vetëm librave, lexoj libra, marr pjesë në to promovimit e librave, baj komente, po që kam më një veti që kur lexoj libra, unë i shkruaj 3 rreshta, që filan do të lexoj libra jepën një mendim temin. Bani ditar. Po, bëj si punë ditarit. Edhe kjo më jep satisfaksion, edhe më ka lidhur më shumë me bibliotekën që shkoj të marr libra, jeni frekuentues dhe mjaft aktiv. Edhe një gjë tjetër desha për këtë anën aktive, unë për këtë periudhë kam shkuar 2-3 herë te drejtoria e bujqësisë, kam një nostalgji. Edhe vizitoj me ata specialistë që i kam lënë aty, si ndryshon kjo lidhja me fermerin e me doni me ditë evolucionin, zhvillimin e Edhe dyta unë disa raste ndoshta jam bëj bizneshin dhe me kryetarin e bashkisë te Messengeri kam bërë disa komunikime. Mes të në për shkak unë i kam kërkuar kryetarit të bashkisë po dhe drejtorit të bordit të kollimit me këtë rast ja përsës prap, mos jam këtu, që është bën një punë e mirë me pastrimin e qytetit pastërtin Lezhë Shëngjin, jashtëzakonisht mirë. Shoh një punë që po bëhet rehabilitimi i kanaleve ujëra të zeza dhe të bardha, u realizu rruga Shëngjin në Velipoj, do zoti të realizohet edhe bypassi Milot Balldarë, po unë kërkoj që lumit drin të jepet jetë. Si të jepet jetë? Gjithë kush ka qenë orë në Firenze lumi Arno, të bëhet i lundrueshëm, siç është kush ka qenë Hungari me pa Danubin, ose kam kënë Paris, kam pas Sienën, do thonë, unë i kërkoj, nuk është kompetencë kryetarit bashkisë, është kompetencë vetëm e kryeministit, që të shohët ujë drinit nga Spathari, 10 metër kub ujë në sekond, të shohët lumit drin për me dash me pas, përmenda 3-4 vjetë me pas një zhvillim të jashtëzakonshëm të turizmit edhe në Lezhë. Jepet jetës në Lezhë. Të imponon me pastru, të imponon me vunë, me gara, me anije, me skafe, me sende pra aktivizon, me udhëtime, dërin derdhjet lumit drin. Unë kam patur fatin që të punoj ndjes pas me Farodin Hoxhën, kur ka bërë projektin antipërmbytjes në Lezhë, dhe ai më ka thënë një fakt. Pasqyra e drinit, pas ka qenë 124 metra. Për ata që për ta ditur, pasqyra e drinit është ujërat maksimale, pas një rreshje 2-3 ditësh maksimale, pra ujë breg e mbreg. Dhe tani në këtë momente ka zbritur në 98. Poshtë kësaj shifre, profesori tha unë nuk e firmos projektin. Por ai më tha për të sjellë diçka ato që thatë ju, ai më tha që pirësia është shumë problem. Pra, diferenca e derdhjes së drinit nuk është më se rreth 2 metra. Pra, derdhja nga kur vjen uji, duhet ajo sasi ujë. Mund ta thelloj pak më tepër? Po. 2003-shën erdhi profesor Farodini me Stravilanin, profesor edhe, edhe ngriti grupune të drejtoria pyjore, asa ju që shef, ishin 2 inxhinierët e hidroteknik, Marko me Qeskun, ishte Zefi Meri për inxhinieri pyjore, dhe më pa mu me flok të bardha, agronom, thot je përgjegjësi. Ishte një projekte dhe u bon studim i basenit lumit drin. Është bën 2004. Duke marrë shkas nga kjo, profesori i qoftë ndërru, më ka respektu Prugardeki me shoqen, edhe profesor Farodini dhe profesor Gjoveli, ke parasysh, po kam parasysh të për lumin drin. Lezhë merr jetë, po të vetë eficiencë, po kam frikë se do jetë problem mërdhani me shteteve,
Disa monetizime hapa drejt jetëzimit të drinit janë bërë, në fakt, sepse janë bërë Është bërë punë mirë. shëndetëtorët, janë bërë të dy urat, janë bërë vit pas viti thellimet e pastrimet e këtyre, por për ta bërë të ndrushëm duhet ajo që do drejtorit, duhet kam pas konfidencë me drejtorin e bordit kollimit, Nikolin Prendin, ja kërkova që me met një drage mund pastrojnë besarisht pjesë e qytetit. Pjesa drinit, po është bërë punë e mirë, për pastrimin 1, për drinin 2, për mu, ka dhe punë tjera që janë botë mira në bashki, po nuk i kam he se, po, pra kam shqetësu dhe kryetarin e bashkisë për me... Një pyetje jashtë të qenit agronom, jashtë të qenit drejtues, ish drejtues bujqësie, e tjerë, çfarë ju gëzon sot më shumë? Puna, udhëtimet, apo kontaktet me njerëz? Dërë të shi, për mu kënë shenë udhëtimet, dërë të shi. E dyta është angazhimi me lezu libra, veçarisht libra historik, që më interesojnë. Kontakti me njerëzit të çliron. Kontakti me njerëzit është në rrugë, është në kafe, është promovim librash. Edhe ne kene nevojë, veçarisht të moshë që kam unë, sonë 3 vjetë bëj 8 vjetë. Edhe prapë je me ritëm 65 vjeçare. Besoj që po. Pra me ritmin e jetës, ju akoma... Edhe me këto ferma që dalin kam marakun, ata s'kan nevojë për mu ose për shokët e mi, marrë shokën e mi, marrë zevzogun, marrë gjekvatën e tjerë, shkoj vipi makinë, se shkoj me pa në thanaj, ishë me pa për shef. Që se ka një nevojë, po kisha një, mos i dole këto, një këshill për drejtoritë e bujqësisë të nuk e di bashkia ku që mbolon që ashtu, që të bëjnë më shumë afrimitet me fermerët. Veçanërisht për pesticidet, sepse ka ndryshu emërtimi, ka ndryshu lana aktive, ka ndryshu mënyra e përdorimit, edhe të mbajë që t'i njohin fermerët me këto element të ri teknologjik të prodhimit të në pesticide, pra qoftë fungicide, qoftë insekticide. Fungicidet janë ato që përdoren tek bimet, e insekticidet ato që përdoren tek insektet. Po të dyja, për ljoftu dëmtuesit edhe smundjet kërpëllore. Ne të dy jemi agronoma, profesor Ila, por ata që na dëgjojnë nuk janë agronoma të gjithë. Nëse ju do ta konceptoni udhëtimin tuaj, siç e tham, deri ku do të arrijë sipas jush meraku juaj, ose çfarë ju ka mbetur ndonjë merak gjatë jetës? Shiko, kur kthehesh retrospektivës së jetës, kur kthehesh mbrapa, shikon edhe gabime, që mund të ishin bërë më mirë. Mund të ishe në fakt për hir të realitet ju nuk jeni nga ata që keni bërë gabime, por mund të kishe komunikuar më mirë. Mund të kishe këmbull për zgjidhje më të mira. Njësinë e refleksionit. Po, është nuk ju ka munguar që t'jemi korrekt, s'ka munguar, po për unë ju falenderoj për shef më mirë, sepse unë kam një fenomen për unë, kam një shulesh rreth 4 dëlym, i kam të mellur gjitha llojet, kam hardhia, kam agrume. Pra ke një parcelë eksperimentale. Pra unë më shkoj punoj. Unë një kënaqësi më të madhe kur ishe bej krasitje, spërkatje dimnore, ushqim, spërkatje vegetacion, deri dhe prodhimit, pastaj cilësinë e prodhimit. Sepse moshat e reja në përgjithësi nuk e kanë atë Marakun se sa kanë kaluar për investitë duke qenë që ne kena gjithë këto vite eksperiencë, edhe do të mush edhe kohën teme se një kënaqësi dhe nga ana fizike kur punon. A ka ardhur koha tani se po të marrim specialistë e bujqësisë, veterinarët janë paragjykuar. Ata tani janë ambientuar dhe janë shumë aktiv në ekonominë e tregut. Pra një gjylpër matë që ban 1.000 lekë treja, 10.000 lekë. A mendoni se ka ardhur koha që fermeri ka domosdoshmërisht të nevojshme konsultën e specialistit agronom të lartë? Së bëhet fjalë. Unë për çdo lloj specialiteti, si për bujqësinë, si për bloktorin, pra si për agronom, si për agronom motivimeve, si për perimet, si për veterinerin, konsulta është domosdoshme. Prandaj thashë pse ky e njeh fermerin me gjithë të reja që dalin se koha evolon. Atë që thashën ty që unë për shumë komunikoj me kolegët e mi të vjetër, po kur shkojnë treg, mbi fjalët e dyshanet e që shesin pesticide, kanë ndryshuar tjetër, nuk ka strukturë që kanë dikur kur në kanë ne. Po këto të rit janë më të përshtatshëm të shë. Si marrin gjërat më të reja, i marrin fakultet,
i marrin edhe me internetit, pra kanë se s'bën ai fermeri ka nevojë për këtë specialist, sipas llojit prodhimit që ka. Janë integruar të rejat, por kurrikula është po ajo. Është vështirë. Kurrikula është po ajo. ja. Mbrojtjet e bimëve janë po ato, bimtaranëve janë po ato. Të gjitha. Emisionit ton si pa u ndjerë i erdhi fundi. Zoti Hil ju falenderoj për këtë udhtim të bukur në për vite, për sinqeritetin, për kujtimet dhe për mesazhet që dhat. Në çdo fjali të sotme u ndje rrënja shqiptare, puna e ndershme dhe dashuria juaj për jetën pavarësisht sistemeve, largësive apo moshës. Sot mësuam se njeriu mund të jetë në dy vende, por me zemrën e ka vetëm një, dhe ajo zemër rreh për punën, për njerëzit, për vendin që e rriti. Ju falenderojmë që ishit pjesë të udhëtimit me ne. Falenderoj dhe ju, falenderoj dhe zotin Agostinin, që humbet këtë kohë me mua, që unë kisha nevojë për mi shpreh këto mendime, që pas pa im gjatë për vete, që sa do pak tjetë një anë pozitive dhe... Faleminderit miq që na ndoqët, deri në takim në radhës u thoni me kujtime, me dashuri dhe me besim në jetën që na pret përpara. Nga unë Martin Dedaj së bashku me zotin Agustin Cin Marini, miru takofshim në udhëtimin e radhës.